Komisioni i Ligjeve ka miratuar marrëveshjen e kredisë për elektrifikimin e linjës së korridore Durrës-Tiranë-Rinas. Kalimi nga projekti fillestar me trena me karburant në tren elektrik kushton rreth 22 milion euro, nga të cilat gjysmët do të jenë grant nga Bashkimi Evropian. Marrëveshja në fjalë mbështetet nga 11.5 milion euro plus 50% të vlerës totale të investimit për elektrifikimin nga Bashkimi Evropian nëpërmjet kornizës së Ballkanit Perëndimor. Pra, me një vlerë prej pothuajse të njëjtën në formën e grantit për këto punime, të cilat vetëm do të përmenden për efekt informacioni. Elektrifikimin e plot segmentit hekuror Durrës-Tiranë, të degëzimit të ri drejt aeroportit ndërkombëtar Tiranës, furnizimin me pajisje elektrohekurore, ndërtimin dhe instalimin e sistemit të takmarrjes, që është linja elektrike që furnizon me energji elektrike trenat. Gjithashtu, ndërtimin e 2 stacioneve të rëndësishme në pikën e Tiranës dhe Durrësit, pra duke mos qenë vetëm elektrifikimi i linjës, por ndërkohë dhe i 9 stacione që mbulojnë furnizimin me energji, testimin, certifikimin dhe vënien në shërbim të sistemit të elektrifikimit kanë bërë me dije qarqe zyrtare. Të njëjtat burime bëjnë me dije se kontrata me kompaninë italiane pritet të shkruhet në muajin korrik, ndërsa punimet nisin në shtator. Oferta e shpallur fituese ka një vlerë për 22 milion euro dhe përfshin elektrifikimin e plot të linjës, përfshirë dhe 4 kilometër që do të ndërtohen për të rikthyer stacionet e trenit në kryeqytet. Elektrifikimi është një nga hallkat e fundit për finalizimin dhe vënien në operim të linjës, teksa aktualisht kanë përfunduar punimet civile dhe po punohet për ndërtimin e godinave të stacioneve.